Këtë të njëjtë është promovuar libri i kryeministrit Edi Rama me titull Në sofrën e hënës. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se një shtys për shkrimin e librit ishin miqtë e tij musliman. Ndër të tjera, ai ndau dhe arsyet se pse zgjodhi të mos e bënte prezantimin e librit në panairin e librit, ndonse ishte gati që atëherë. Sofra e iftarit është përtej agjëruesve dhe është në një farë mënyrë një moment i bukur për të bashkuar njerëz që vinë jo vetëm nga rrugë të ndryshme të jetës, por edhe nga sfondet ndryshme të besimeve të tyre. Dhe kanë qenë shtysa e disa miqve musliman që agjërojnë, që ti përmblidhja këto fjalë në këtë libër. Dhe e thash dhe më parë, sot dëshirova që prezantimin ta bënim në mënyrë modeste. Arlinda e kishte gati librin përpara panairit të librit, por nuk ja dhash dritën jeshile për ta nxjerrë në panair, sepse vetvetiu do krijojë një tërheqje e pamerituar për gjithë ata autorë të tjerë që e kanë panairin një moment të rëndësishëm. Për mua, fjalë gëndësi i fundit i mbetur në bulevardin e Tiranës është këtu sot me ne Aurel Blasari. Dëshmi e faktit që sofra e iftarit na bën bashk përtej vijave që na ndajnë në bulevard. Jam mirënjohës për ata miq që i kam rrotull që e praktikojnë këtë fe, por jam mirënjohës dhe eksperiencës së këtyre iftarëve që më ka pasuruar, me thënë drejtën. Edhe më ka nxitur që të hy pak më thellë në qasjen, në fjalën, në kulturën e Islamit, edhe me thënë të drejtën, besoj që përtej atij sloganit që ne përsërisim shpesh të bashkëjetesës fetare, qëndron në fakt një thesar kulturash që vijnë nga feja këtu tek ne dhe që meritojnë të kenë përkushtimin, përkujdesjen, admirimin, respektin tonë. Në promovimin e librit të kreut të qeverisë, ishin të pranishëm edhe figura të rëndësishme nga feja islame, autor dhe pedagog të njohur.